Me 20 dhjetor pritet që të nis Big Brother VIP Albania 5. Për të folur mbi banorët e mundshëm që do të jenë pjesë e këtij formati, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, faleminderit unë për ftesën. Klevis, si një gazetar që je marrë shumë me showbizin dhe i njeh shumë mirë gjithë banorët, po themi, ose figurat të cilët flitet se do futen në Big Brother, mund ta thoni pak se cilët janë ato banorë që deri tani ose ja konfirmuar ose priten që të futen në Big Brother VIP Albania? Disa nga banorët që janë dëgjuar, disa që janë firmosur, janë poka shumë ata që kemi lexuar në çdo website dhe çdo lajm që ka dalë deri tani. Njëna prej banorëve që do e shohim si vihet në Big Brother është këngëtarja e njohur Lore, ose emri i saj Lorella Karoshi, e cila ishte edhe pjesëmarrëse tek festivali të Kënga Magjike, më fal. Është diskutuar, është përfolur shumë nëpër mediat, edhe sipas informacioni që kam, kjo do të jetë një prej banorëve të Big Brother VIP Albania 5. Një tjetër banor që e kam një info shumë të sigurt është Ardi Murataj, cili është komentuar shumë edhe pritet të jetë një prej banorëve të fuqishëm këtë vit. Pse mendoni se do jetë fuqishëm ky banori? Pra, çfarë ka të veçantë fakt? Ka pasur zhurmë, ka pas zhurmë dhe e dim që ka shumë mbështetje dhe e dim që është çik personazh, është shumë njeriu shkathët dhe besoj se ka për dënë shumë në këtë edicion. Ka shumë për të dhënë edhe do jetë interesant, do jetë çik interesant. Një tjetër banor që komentohet është një tjetër moderatore gazetare, Sabina Mete. Sabina, moderatori që ka qenë në RTS, që ka pas drejtuar një emision sportiv. Po. Për mua është shumë personazh interesant e Sabina, më pëlqen shumë, edhe besoj se ka për të dhënë edhe kjo shumë në këtë edicion. Është shumë do jetë një personazh shumë dinamik, besoj, këtë vit. Këto janë përfolur shumë emra, gati dhe faqja juaj kanë nxjerrë gati 16, mos gaboj 16 personazhe. Po jam i bindur që këta dy janë të sigurt, të tjerët janë e përfolur, kam dëgjuar, po nuk mund të jap konkret sepse nuk është asgjë konfirmuar. Po e sigurt. Po e konfirmuar akoma. Klevis, po sa i përket opinionistëve, se akoma s'është përfolur fare se kush mund të jenë opinionistët, se kemi parë që Arbri ka qenë pothuajse i pandryshuar si opinionist, ndërkohë ka pasur ikja ardhje opinionist, po themi femër, në Big Brother, kurse fundmi ka qenë Neda. Kush flitet për këtë edicion? Të jemi sinqert, nuk është se ka dalë një emër konkret akoma. Nuk është se as ne rrethi jon për shkakun që merrem me këto që pyesim njëri tjetrin që nuk kemi një emër konkret, ose nuk është përhapur shumë në pjesë të stafit të opsionit që të dëgjojnë emrat akoma. Po e mbajnë shumë sekret edhe nuk kemi dëgjuar. Po unë besoj mund të jetë Arbri sërish. Nuk e di, ka dhënë një deklaratë Arbri që nuk do jetë këtë vit? Jo, s'ka dhënë. Ka qenë shumë i rezervuar. Kështu që besoj se Arbri nuk ndryshon. Arbri është ai që ja ka marrë dorën tashmë fronit e tij në Big Brother, edhe besoj do jetë kryesori Arbri dhe mund të shohim në një femër tjetër. Pse jo? Përjashtoni që nuk do jetë, përjashtoni Nedën që mund të jetë prapë në Big Brother? Po, Neda nuk e besoj. Neda nuk e besoj të jetë këtë vit si opinioniste sërish. Besoj se mund kemi në një ish banor që ka qenë në vitet e kaluara. Sipas dëgjimeve të tij. Ka bërë përshtypje, po themi, ikja e Eglacenos nga Goca dhe Gra. Më ka bërë, them të drejtën. Edhe së fundmi hoqi dorë dhe nga teatri. Mos është kjo një, po themi, personazh që mund të jetë opinionist. Tu do e të dile, për shembull te ish banori që të përmenda, unë
në mendjen time për sipas këtyre që sa për përmendë, besoj se mund të jetë opinioniste e dytë mund të jetë një Egla Ceno si vjet. Gjë që do më pëlqente shumë. Nuk e di, Egla si opinionist do më pëlqente shumë në Big Brother. Por që nuk kemi diçka të sigurt. Ndërkohë kemi konfirmuar që moderator do jetë Ledioni. Po. Kjo është e konfirmuar. Ledioni besoj se nuk ka tjetër. Ledioni tani e ka marrë dorën, është Big Brother i tretë tashme, kështu që është si ta shpreh. Ledioni është Ledion. A kupton? I ka lezet tashme, jemi mësuar me ta. Edhe i ka marrë si hije në gjuhën letrare popullore, që themi, ka marrë hije tani tashme. Klevis, qa pritshmërish keni nga ky Big Brother, parë që akoma vazhdo një hone Big Brother të Luiz Ellit? Pra, ka pritshmëri që mund të ketë ndonjë boom këtë vit? Shiko, prej banorëve nuk është se do shohim një ndryshim të madh, për shembull si sa i përket strategji loje e tej, por besoj se Big Brotheri, stafi i gjithë, do bëj është përgatitur për diçka shumë ndryshe këtë vit. Kështu e ndjej unë, sipas atyre që kam dëgjuar, edhe sipas analiza, besoj se Big Brother do jetë krejt ndryshe nga këta dy që kemi parë deri tani pas Big Brotherit të Luiz Ellit. E kam kuptuar tash. Do e ndryshe në format, në strategji, në mënyrën si do luhet mes banorëve, mes produksionit. Pra do ketë ndryshim strategjish? Besoj se do ketë këtë vit, sepse e panë që 2 vite rresht të njëjta strategji nuk i ka dalë për mirë. Kupton, janë keq folur, lajme të shumta, kanë gabuar kush e di sa herë si produksion, kështu që besoj se kanë marrë mësime dhe leksionet e tyre dhe është momenti që të tregojnë diçka ndryshe këtë herë. Shpresoj. Klevis, besoj se me datën 20 është e konfirmuar tashmë data që fillon me 20. Kemi gjasa që të kemi një Big Brother, po themi me dinamika të forta, me banor të cilët, si që ishte edhe vjetë që kishte dinamika, ose edhe një vit më përpara, dalje, hyrje, pra çfarë premton ky Big Brother? Normale që do ketë dinamika, sepse tashme Big Brotheri është bërë një farë se cili hyn aty për të fituar diçka, kupton? Jo të gjithë hyn me synim që unë do fitoj Big Brotherin, hyn për të marrë pak emër, pak famë, pak diçka, edhe gjithmonë pas Luiz Ellit të gjithë fillojnë dhe kanë filluar, siç e kemi parë dhe vitet e kaluara, hyn me një shpatë në dorë tashme dhe mendojnë sikur hyn me një strategji, hyn për të treguar diçka dhe fundja nuk bëjnë asgjë. E humbi kontrollin se që kur hyn aty brenda, dalin disa kanë dalë nga vetvetja, disa janë treguar krejt ndryshën ajo që kanë dashur të tregojnë. Besoj se edhe këtë vit mund të kemi gjëra të ngjashme, por sipas listave dhe sipas personazheve që kemi parë, kemi dëgjuar, do ketë dinamika, do ketë shumë personazhe interesante që do na tregojnë diçka. E shpresojmë të jem realist, sepse ndryshojnë banorët, në ata që janë jashtë, me ato që tregojnë aty brenda, sepse izolimi aty brenda të ndryshon totalisht. Do në vetëm. Mendime që ke para se të hysh. Kështu që varet se si do i marrë rrugtimin aty brenda. Nga ana tjetër kemi disa javë që ka filluar Big Brother VIP Kosova. Besoj se ke pasur, po themi, mundësi ta ndjekësh në për këto reelsat të video të shkurta të Instagramit ose edhe Prime-et. Si të zhdukur deri tani, po themi, ky format dhe ka pasur dinamika të forta që edhe publiku të ketë mundësi për ta ndjekur? Shiko, Big Brother Kosova është krejt ndryshe nga ky i Shqipërisë. Ka disa pjesë interesante, unë e kam ndjekur, jo shumë, në kohën time të lirë siç thënë apo reelsa Instagrame, kështu që nuk mund të kem një opinion total, se nëse nuk e ndjek diçka nuk mund të them diçka konkrete dhe t'i vëj një tabel sipër. Ka pjesë interesante, siç ishte edhe kjo e fundit që ndolli javën e kaluar, një bashkëpunim me Grande Fratellon. Dolce që iku te Grande Fratello. Po.
për Dolçen që iku në Grande Fratello javën e kaluar, ishte diçka interesante, sepse këtë lloj gjëje ne e prisnim vjet. Po, mbaj jemi mend që sinqert, u anoncua një bashkëpunim mes Grande Fratellos dhe Big Brother VIP Albania. Se di pse U se nuk përfol. ndodhi. U përfol. Sipas asaj që dëgjova unë, arsye që nuk ka shkuar ky bashkëpunim mirë është sepse nuk është se ka pranuar Signorini Grande Fratellos, por arsye sepse kanë pas do kishin probleme me VIP-at e tyre që kishin në Grande në Itali. Një keq kuptim edhe nuk kanë rënë dakord dhe prandaj nuk u vazhdu më si proces këtë gjë, me sa kam dëgjuar. Nuk e them me 100% bindje, po këto fjalë kanë dalë, këto janë dëgjuar dhe në bazë të këtyre flasim dhe prandaj nuk ka pas një bashkëpunim midis Big Brother VIP Albania dhe Grande Fratellos. Por që këtë vit e mundsoi Olsa, e cila ka bërë një bashkëpunim shumë të bukur. Mua më pëlqevi, të jem realist, një ide shumë e bukur, pse jo. Kosova ka përparuar, tregon diçka me ta vazhduar. Edhe më ka pëlqyer. Tani sa i përket Big Brotherit Kosovës, nuk jam fans i këtij show. Të jem realist, sepse ka shumë mungesa. Besoj se si produksion do mund bënin dhe më shumë. Por që qartësi duket në disa fragmente që ka shumë skenare të dobta. Plus dhe personazhe shumë niveli ullët, që nuk ka se i falin diçka të madhe publikut. Gjithsesi, ky është një mini opinioni imi sipas atyre që kam parë në pak fragmente dhe kështu. Olta Gixhari si opinioniste, si të zhduhur deri tani? Është sezoni 2. Olta është yll. Olta është yll, më pëlqen shumë. Olta është tamam, ja pëlqej tek vendi i saj, është fiks aty për Kosovën, ka opinionet e saja, është shumë e shkallët dhe shumë e zgjuar, di si flet dhe si sënon, pavarësisht se publiku i del ndonjëherë kundra, po ajo është punë e saj. Është opinioniste, kështu që duhet godasë aty ku duhet. T'jap atë që duhet. Mua më pëlqen shumë Olta, të jemi sinqert. Klevis është përfolur që do futet ose mund të futet, po themi një reper i njohur, ai sa është i njohur, Lim Hoti. Është personazh në fakt TikToku, personazh rrjetesh sociale që është i dëgjuar për ata që merren me botën e showbizit. Ju duket interesant kjo hyrje? Ka qenë dhe te Ferma VIP? Për mendimin tim nuk ka se i quaj një personazh interesant. Të jem realist, Për botën e TikTokut, mbase ajo është personazh interesant për ato lajme që dalin edhe komentojnë, po ai çka kishte për dhënë e pam te Ferma VIP. Kupton, vëdha që kishte për dhënë, tregoi 2-3 gjëra se kush është, mori atë që donte, kështu që nuk e besoj se mund të jetë pjesë e Big Brother VIP si vjet. Ai mbase ka dëshirën, po nuk e besoj se nuk ka çfarë jep. Nuk ka çfarë jep si personazh. Është deri aty, mund të vazhdojnë TikTok me videot e tia ose nuk e di se çfarë bën, se nuk ka se e ndjek të vërtetën. Por që Lëviz nga Big Brother, dua të cekim pak një temë, ose më saktë një ngjarje shumë të rëndë, e cila ndodhi pak ditë më parë, ku u nda nga jeta këngëtari i njohur Shpat Kasapi. Besoj se ju i keni ndjekur përcjell gjitha lajmet, gjithë po themi edhe ceremoninë e varrimit. Një humbje kjo shumë e madhe për artin shqiptar, për këngën. Çfarë ju bëri më shumë përshtypje nga reagimet në fakt, qoftë edhe të VIP-ave, të këngëtarëve, por po themi si ishte reagimi i gjithë shoqërisë shqiptare, edhe i shtetit shqiptar në fakt, ose edhe i shteti Maqedonas që nuk u shpall një ditë zi ndryshe nga që ka bërë shteti Maqedonas për këngëtarët e vet. Pra si e pat gjithë këtë ngjarje tragjike, le të themi, për botën shqiptare? Unë i kam ndjekur. Besoj se të gjithë jemi të rënditur atë mëngjes kur kemi lexuar këtë lajmin, sepse na ka ardhur çik si Shpat Kasapi ka qenë, siç kanë thënë që të gjithë deri sot, nuk kam dëgjuar që të ketë dalë një lajm
ketë thënë dy fjalë të këqija për atë lloj njeriu. Por që të jem realist, nuk kam çfarë thënë për këtë pjesë sepse nuk e kam parë, i kam ndjekur, por mua më emocionon shumë kjo pjesë. Nuk Shpati ka qenë Shpati, ka qenë një shpirt njeriu, ka qenë një djalë shumë i qeshur, i cili ka dhuruar muzikë. Jemi rritur me këngë, unë personalisht jam rritur me këngë të Shpatit, kemi kërcyer me këngë të Shpatit. Secili ka një opinion për këtë pjesë. Tani, sa i përket VIP-ave, disa e qanë me zemër, disa e qanë për disa klikime, edhe për të dëgjuar pak më shumë, unë e kam pas më shumë shok, disa personazhe unë se dija fare që ky bësh me ata, filluan duke hedhur fotografi, video të vjetra, si për të marrë 2-3 klikime ose 2-3 like ose 2-3 komente më tepër. Këtë gjë unë e kam shumë inat, sidomos tek shumica e VIP-ave dhe pjesës showbizit në Shqipëri, mundohen të shkelin mbi fatkeqësinë e tjetrit, me një vdekje, janë shumë out të kjo pjesë dhe u dukon qartë disa personazhe. Nuk dua t'i përmend. E di se cili vet, e di se cili vet se kush ka qenë, por kur i kam parë jam ndjerë shumë keq. Nuk e di si ta them, nuk kam fjalë, por nuk ja vlen të bëhet kjo gjë. Nëse do ta respektosh tjetrin, nëse do ta ngushullosh, ka mënyra plot, nuk janë as story në Instagram, as video të vjetra duke postuar një më dy do na mungosh. Jo, jam shumë kundra këtyre gjërave. Shpirti Shpatit u paft në paqe, ai mbylli sytë e tij, kështu që ne e mbajmë Shpatin në zemrën tonë, do e dëgjojmë kur duam, do e kërcejmë këngët e atij për tërë jetën tonë, më falë se nuk po i lidh dot fjalët se emocionova pak. Deri aty. Tani secili mban qendrimin e tij, tregon veten e tij. Unë për veten time e nderova ashtu si doja unë ta nderoja. Prandaj kaq për këtë pjesë. Ka pasur dhe një përplasje jo të bukur mes familjarëve dhe Ahmet Kalas, në fakt, familjarëve. Le të themi që familjarët kanë shprehur një lloj mirënjohje për iglitarin, ish futbollistin tonë shqiptar, menaxherin e njohur italian që drejton një klub shumë të rëndësishëm në Itali, i cili ka asistuar dhe ka ndihmuar, po themi që trupi i ndjerë i Shpat Kasapit të vi në procedura më të shpejta, seç zakonisht ndodh kur humbin jetën shqiptar në Itali dhe pastaj trupi i tyre vjen drejt vendit të tyre. Dhe ka pasur një reagim të Ahmet Kalas që thot në fakt shpenzimet e gjitha këto me radhë ka paguar një biznesmen nga Maqedonia. Sa etike është që të diskutohet kjo përplasje se kush ndihmoi në ardhjen e trupit të ndjerit? Pra, a është një gjë etike që të merren me ritat në një ngjarje kaq tragjike? Dalim pikërisht prapë këtu, siç janë këta personazhe sapo fola, të njëjtën gjë mundohet të dalë edhe te kjo pjesë. Duan të duken kush ka bërë më shumë, po personalisht unë nuk e kuptoj pse duhet ta bëj dikush këtë gjë. Çfarë merite do marrë? Do marrësh një bravo më tepër, do marrësh një lajm tepër që do zgjasë 1-2 ditë. Çfarë fitove? Sepse flasin për një fatkeqësi, flasin për një vdekje. Nuk është se ke bërë një bamirësi, për shembull, bëre një mirë, do të dukesh dash 100.000 euro edhe do të lavdërojmë, do përmendesh edhe do mbahesh mend për mirë. Po unë personalisht i kam parë këto lajme veç titrat, nuk kam dashur t'i hyj fell shumë sepse më duken shumë lajme pa lidhje dhe më vjen keq që dalin lajmet e tilla në ngjarje të tilla. Sepse fundja iku një njeri i ri, la pas një fëmijë, kështu që do respektuar, do nderuar dhe lihet aty, të mbahet mend për atë që ka qenë, jo se çfarë do bëhet atë periudhën e varrimit ose komentet edhe gjërat senet me radhë.
Kështu që Ishte folur dhe ishte konfirmuar në fakt që Shpat Kasapi do ishte pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Dhe ne do e shikonim nëse ai do ishte gjallë që të futej dhe do kishim mundësi të ta komentonim fakt Shpatin nëse do ishte gjallë. Për fat të keq ai si pasojë një arresti, po themi infrakti, arresti kardiak, nuk mundi që ti mbijetoj sulmit në zemër. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Dua të njoftoj gjithë shikuesit e VIP Magazin që Klevisin do e kemi të përhershëm gjatë Big Brother VIP Albania, pasi do komentojmë gjithë dinamikat e Big Brother VIP Albania 5. Kështu që faleminderit shumë për intervistën dhe shikohemi në po themi intervistat e tjera kur filloj Bigu ose edhe më herët. Gjithsesi kur filloj Bigu do jemi me datë 20. Të përhershëm me datë 20. Klevis, faleminderit. Patjetër. Shumë faleminderit unë. T'jeni mirë, gjithë mirë. Mirupafshim.